thjesht, presë tani të vinë të shikojnë që mund të bëjnë, anë shtetit kemi njoftuar, erdhë vetëm si asfiksja dhe ajo bëri hoqje sa hoqje deri tani, dhe tani gjithë ujë na vjen përsëri sepse janë bllokuar kanalet. Në këtë gjendje alarmante unë nuk mund të them edhe nuk di kujt i drejtohem. Shkatërrohet. Sa mund të jetë dëmi që... Po para kësaj ditë shndrova skanerën e syve 18.000 euro. Imagjino tani se sa janë të tjera, me të prerje, me komplet të gjitha, diku të 100.000 euro. Shtë të thënë, nuk e di. Hajde syze se tela janë, nuk do të thotë që po problemi është aparaturave e skanerë. Kjo është mua fundosje. Totale 30 vjet biznes, 30 vjet në punë të ndershme, arrestat fiks të mbarojnë çdo gjë. Nuk e di. Kështë tani edhe i fort pres, për ta dhe gjoja ata të shikojnë, vlerësim do bëjnë, por dhe ata thonë, kanë programin e tyre, por nga gjitha bizneset, të gjitha ishin me dyqane me roba, të gjitha ishin në kancelat, të gjitha dëmë të tërë kishin, fatikisht e gjaku i tyre, po dëmi më i madh mua më shkatërroi fare, sepse si që shikojnë unë, i mlodh ato kuptim raqet këtu si që janë edhe, do t'i lë fare në kuptim vetëm thjesht për të lesuar, se shkojnë asë njërë punë. Jo të shumë mirë që elektronika, të hyj kamera uj, do thotë që s'funksionon më. Kështu është dhe punë e skanerëve, kompjuterëve, gjitha këto që kam në prerjes.